I was there. Mbi ka vogël moj. Ulu gjesti. Nage zëmë. Hajde. Ulu, o Kelly ulu. Kem përballë. Kelly kujdes sy. Banor. Në këtë sfidë do të testojmë shkathësinë, kreativitetin, durimin dhe punën në grup fal një super loje nga Bora. Marka juar e preferuar e letrës higjienike. Kuj, Bora, ti e pastërtia jonë. Ju do të ndajeni në 2 grupe. Secili grup do të mbështjell një antar me letër higjienike Bora nga kokat e këmbët. Gjestin, sa më gjestin e kena më të lehtë. Qetësi. Gjes hajde me mundë. Qetësi, nuk të zgjedhut asnjëri, prit. Shpejtësia është thelbësore, por më e rëndësishmja është që mumja juaj duhet të jetë plotësisht e mbuluar nga maja e kokës deri tek këmbët. Kujdes. Nuk duhet të ketë asnjë hapësirë boshe. 2 mumjet duhet të rezistojnë për të paktën 2 orë në shtëpi dhe ekipi i mumjes që reziston më gjatë shpallet fitues. Mumja e grupit fitimtar përfiton 1.000 euro, ndërsa i gjithë ekipi përfiton një abonim 6 mujor me të gjitha produktet Bora. Loja fillon tani, pa qifat. Bora, letra e shtëpisë suaj. Tani. A do me bo punë të furt. Tani qetësi, nuk të zgjedh dot ty. Tu janë... Si bëhet zgjedhja? Do jenë grupe dhe me jenë frym. thot mumja. Po bini se me... Do jenë 2 grupe, secili Po, grup do me të jetë 1 mumje. shpejtësia është thelbësore. Pa tjetër i pari. Por duhet të rezistoj 2 orë, do rinë për shtëpi, bëni qatë 2 orë në për... Jo, ka, edhe shpejtësia ka. Nuk e cëndon. Atëherë, E mbuluar, komplet. edhe njerë, në këtë sfidë do të testojmë shkathësinë, kreativitetin, durimin dhe punën në grup fal një super loje nga Bora. Marka juaj e preferuar letrës higjienike. Ju duhet të ndani në 2 grupe, që do ja u shpjegoj si do ndani. Secili grup do të mbështjell një nga antarët me letër higjienike Bora nga kokat e këmbët. Shpejtësia është thelbësore, por më e rëndësishme është që mumja juaj duhet të jetë plotësisht e mbuluar nga maja e kokës deri te këmbët. Kujdes, nuk duhet të ketë asnjë hapësirë boshe. 2 mumjet duhet të rezistojnë për të paktën 2 orë në shtëpi dhe ekipi i mumjes që reziston më gjatë shpallet fitues. Mumja e grupit fitimtar përfiton 1.000 euro, ndërsa i gjithë ekipi përfiton një abonim 6 mujor me gjitha produktet Bora. Bora, letra e shtëpisë suaj. Tani. Stormi që ishte ora e përcaktuar, por nëse ai tjetri rrim më gjatë i hajnat në të tjetrin. Këtu në Gjesit lutem, këtu të ky globi, kemi letrat la ertë, se nuk të ta them më. Se ke kuptuar se po flas. E kam kuptuar. A mo seriozisht e keti? E kam kuptuar, mo çfarë do të... Unë se kam thënë këtë gjën që po ndodh tani. Po vazhdo. Tani, këtu ka disa letra që janë me numra, dhe mes numrave ka Bora 1 dhe Bora 2. Personit, vajzës ose djalë që t'i bie Bora 1 dhe Bora 2, ato janë mumjet. Kurse, njëshat dhe dyshat janë skuadrat e ndara me Bora 1 dhe Bora 2. Jemi të qartë. Ku ke polema, lem lojnë... Po jo, do të bie letra. Është e përcaktuar aty se kush do vështirë. Nëse na bjen neve. Jo, nuk ndron. Ska nuk ndrohet. Nuk e ndron. Qa ke? Dysh. Njësh. Është mra Bora. Mo jegli. Bravo, ajo. Është si tekstor. Ma hape. Pra nëse mbajnë të 2 nga 2 orë, asnjëri se heq. Bora 2 është Aldo. Ju ka rastisi gjatë, 2 orë në përshpi. Aldo, po ku ma është ti më zama, se ti e gjitha i. Bora njëshi. Si mumja në përshpi, ma bëtë. Dorish 2 orë. Kusha Bora njëshi? Kush ishte Po njëshi? pizuj, sa të bësh orë. Bora për kish. Që ka me këtë? Që ka me ty? E, po ku janë letrat higjienike? Ju lutem, Aldo, ti këtu, Jozi këtu.
Atëherë do mbështillet Josi dhe Ari. E, po do të bësh vesh Atrin atë. brek apo trin kështu me pa me brek, gjithë. do. Qa brekës do dalësh për jashtë do plepitos është Oj, më pa. mbështjellni Nuk e fort. do. Ore, di këtu. Aldo dhe Jozi. Bora një, kush jemi? Njishi. Njishi, Unë hajde. nga dyshi. Josi dil këtu, Aldo këtu. Aldo. Po zemra. Ata dyshi. Ej, a shkoj ti ndrej vetë pantallona xhinsat se është mirë me ne kështu pa rrobë se mbështjellna më mirë. Apo? Jo. Po jo, Po më pse do dali jashtë e keni mrena? Se me dali jashtë më shpirë. Sa do jeni? Çi çmica ty? Jo. Shko vi strecet e bluzë pas Po stretë jes po vesh. Si streqe më. Dëgjoj, me paltuta. Kam çuna strece palesë. Vish tuta.